Nga përsëritës lajmesh që i lexoj nëpër portale, ende dëgjohen trumpeta për nevojën e prezencës dhe mungesën e Erion Veliajt në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, që pasi konstatoi zyrtarisht mungesën për më shumë se 3 muaj, vendosi t'i propozojë Këshillit të Ministrave shkarkimin e Erion Veliajt. Nuk ka seancë dëgjimore për një procedurë shkarkimi të nisur për shkak të mosparaqitjes në detyrë për 3 muaj rresht. Këshilli në këtë rast ka për detyrë thjesht të konstatojë faktin. Nuk kanë rëndësi arsyet, sako ligji nuk parashikon lehtësira për mungesa me arsye, ndërkohë që gjithë përfaqësuesit e PD-s në debate sqarojnë që Veliaj duhej shkarkuar në mënyrë absurde, po japin argumente mbrojtje Veliajt kur thonë që ai duhet të shkonte në bashki që ta dëgjonin. Por pse do ta dëgjonin? Ligji thot 3 muaj mungesë. Çfarë do të dëgjonin? Çfarë ndryshon në arsyet që mund të ketë pasur Erion Veliaj? Opozita në Këshillin Bashkiak kishte në mend ndonjë opsion që e shfaqsonte për mungesën më shumë se 3 mujore në detyrë? Në vartësi të arsyes do shihnin si do të votonin. Talentet opozitare harrojnë se nëse Veliaj hynte në bashki, nuk shkarkohej dot më, sepse në momentin që Erion Veliaj hynte në bashki, ai paraprakisht kishte shkuar në punë. Ne nuk mund ta dimë pse Veliaj nuk kërkoi leje në prokurori për të shkuar për të marrë pjesë në mbledhje, sepse mbase mund të kishte marrë lejen. Sot nuk mund ta dimë më se si do të kishte shkuar fati i asaj kërkese, por supozojmë që nëse Veliaj do të kishte hyrë në bashki, këshilltarët nuk e shkarkonin dot pas kësaj. Më pas Veliaj thjesht mund të thoshte: hajde se flasim prap pas 3 muajsh. Nga ana tjetër, të njëjtët avokat që nuk e këshilluan Veliajn që të formalizonte kërkesën për leje në prokurori për të shkuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, i kanë mbushur mendjen klientit të tyre që do të ankimojnë vendimin e qeverisë në gjykatë kushtetuese. Vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin në rastet kur nisma nuk është e vetë Këshillit të Ministrave, rasti i mungesës për 3 muaj, është akt administrativ i zakonshëm që ankimohet në gjykatën administrative. Rasti kur propozimi vjen nga Këshilli Bashkiak nuk ankimohet në gjykatën kushtetuese. Vendimi i së njëjtës si qeverisë ankimohet vetëm në gjykatën administrative. Avokati Gens Gjokutaj dhe ndonjë tjetër e kanë kapur këtë detaj, si dhe e kanë deklaruar edhe në disa dalje të tyre publike. Neni supersituar për shkarkimin ka 3 raste kur mund të iniciohet shkarkimi. 2 rastet e para janë me nismë të vetë Këshillit të Ministrave. Këto raste ankimohen në gjykatën kushtetuese. Rasti i tretë është ky që është zbatuar për shkarkimin e Veliajt, pra Këshilli Bashkiak propozon, Këshilli i Ministrave vendos. Ky rast ankimohet në gjykatën administrative. Dhe avokatët e Erion Veliajt, shqiptar dhe të huaj, duket se nuk janë shumë të shqetësuar për klientin e tyre.